Festat e fundvitit sjellin jo vetëm drita dhe dekorime, por edhe ngjyra dhe aromë përmes luleve. Ato krijojnë një atmosferë të ngrohtë festive në çdo familje. Mes tyre, ajo që spikat më shumë gjatë kësaj periudhe është ajo e cila njihet si lulja e Krishtlindjes. Prej vitesh është kthyer në një element të pandashëm të festave në Gjirokastër. Është një periudhë me fluks të shtuar, të gjithë klientët, qoftë fizikisht në dyqan, qoftë nëpërmjet porosive online, e preferojnë shumë këtë lule, sepse është simbolika e kësaj periudhe. Në fakt është një lule e cila ka goxha bukuri, ka goxha hieshi në shtëpitë tona dhe njerëzit e zgjedhin për ta pasur qoftë për veten e tyre, qoftë për një dhuratë të caktuar, por edhe vetë simbolika e saj është e përshtatshme për këtë ambient të gëzuar dhe për këto festa që janë në këtë periudhë. Si lule ka emrin poinsettia. Është një lule e cila ka marrë emrin pikërisht për këtë arsye sepse vetë botanisti i cili e ka zbuluar dhe ka sjellë në vende të ndryshme të botës ka marrë emrin e tij. Është lule që vjen nga Meksika. Edhe faktikisht ka marrë këtë perceptim, këtë simbolik për shkak të ngjyrës së kuqe të flakt që ajo ka, edhe për shkak të ndoshta ngjyrës edhe formës që ka pjesa e gjethes në formën e një ylli. Duke qenë se është bërë shpërndarja nga Meksika në Amerikë pastaj në vende të ndryshme të botës, ka pasur një dëshirë dhe një afrimitet të madh, një qasje shumë të madhe tek njerëzit. Domethënë është një lule që e duan shumë, e duan njerëz zakonisht shumë, sidomos në këtë periudhën dy javore tani dhe pjesën e javës së fundit të dhjetorit, e marrin në mënyrë të paparësore për shtëpitë e tyre, për dhurata, për të afërmit, për të dashur. Gjallëria e saj, për kujdesja e saj, thjesht një lule e vogël mbush shtëpinë. Kështu që edhe fakti që neve marrim një lule, na sjell ngrohtësi, na sjell ngjyra, na sjell goxha emocione. Të gjithë njerëzit faktikisht që përkujdesen për lulet e shprehin këtë gjë. Edhe disa nga emocionet që përcjellin njerëzit tek unë janë këto fjalë: "Wow, sa bukur është këtu." Lumsi ti që je mes luleve. Domethënë emocionet që përcjell lulja janë jashtëzakonisht shumë të mëdha. U falin lumturi. Kështu që nëse kërkojnë një shplodhje mendore, meditim, argëtim për veten e tyre, faktikisht përkujdesja ndaj lules është mrekulli më vete. Kërkesat për lulet shtohen ndjeshëm gjatë gjithë muajit dhjetor, ku qytetarët tregojnë interes të veçantë për lloje të ndryshme lulesh në këtë fundvit. Ka shumë lule të cilat preferohen edhe dëshirohen, sepse jo vetëm lule e poinsetës që unë thash, por ka dhe lule të tjera të cilat i shohin si simbolike. Për shembull është lulja e lekut, të cilin është lule që është gjithë vitin prezente në dyqan, por në këtë periudhë njerëzit e shohin më së shumti për ta futur në shtëpitë e tyre, ndoshta me simbolikën që sjell një farë begatie në shtëpi dhe e përdorin. Përveç kësaj, ka dhe lule të tjera, janë shumë të bukura, janë ardisja. Është lule pikërisht në këtë sezon, rron shumë, edhe ka pjesën e kokrave të kuqe dhe pjesës jeshile të lules së saj. Por përveç faktit që merren vazot me lule, diçka që është shumë e bukur këtë vit, më pëlqen shumë, është fakti që njerëzit preferojnë gjëra trendi dhe të veçanta. Për shembull, këtë vit ka qenë dominante dhe kërkohen shumë punimet me kompozime, me bredh natyral, me myshk natyral, ndoshta me pjesën e dekorit të boçeve të pishës, në shporta të ndryshme dhe pastaj dalin ato kompozime sipas preferencës që kanë, qoftë në përtryeza familjare, qoftë në për ambiente të këndshme kur ulen së bashku në pjesën e fundvitit. Nëse marrim informacionet e duhura, çdo lloj lule mendoj që ka përkujdesjen e duhur. Për shembull, lulja që neve sapo folëm, lulja e poinsetës, është një lule delikate, sepse është lule që është rritur në Meksik, është një lule që në Meksik arrin në një nivel shumë të lartë, në një kuror 3-4 metra, ndërsa këtu është përshtatur me ambientin ton. Por nëse kujdesemi në një ambient të ngrohtë, ron jashtëzakonisht shumë mirë. Lulja e Krishtlindjes, ashtu si dhe lulet e tjera, sjellin ngrohtësi dhe gjallëri në çdo ambient dhe mbeten një element shumë i dashur në këtë periudhë.